Katër fotograf italian dhe dursak u bën bashkë në ekspozitën Fotografia na bashkon. 40 foto bardhëzi që sjellin shumë çka nga qyteti bregdetar dhe njerëzit e tij. Bruno Minopoli dhe Giuseppe Mancino, megjithëse janë nga Italia, Durrësin e njohin mirë, pasi kanë vendosur të jetojnë në këtë qytet. Përmes objektivit të tyre, ata sjellin këndvështrimin për qytetin antik që shtrihet buzë Adriatikut. Jo, abito qui in Albania. Unë banoj në Shqipëri për 4 muaj dhe është kënaqësi të bashkosh në një të vetë me jetesën këtu dhe pasionin tim për fotografi. Anche la mia passione della vita, per la fotografia. Secondo me rappresentano Sipas meje, fotografitë dëshmojnë eksaktësisht si është Shqipëria. Mua më pëlqen shumë të fotografoj periferinë, sepse ajo tregon të vërtetën si është një vend. Qendra është gjithnjë vendi më i sistemuar në çdo vend të botës. Ndërkohë, për dy fotografët e njohur të qytetit, Adnan Beci dhe Grisel Hoxha, kjo ekspozitë kolektive është një dëshmi më shumë me lidhjeve të forta mes dy vendeve fshinje dhe shkëmbimeve kulturore. Ekspozita është shumë interesante, nuk i njihja më përpara kolegët fotograf italian, shumë interesant. Shumë interesant është dhe këndvështrimi që ata shohin vendin tonë, sidomos qytetin tonë. Sjellim një pjesë të jetës jo vetëm Durrës, por edhe më gjërë nga Shqipëria, disa momente autentike që jo të gjithë i vërejmë i shohim, momente që në jetë përditshme nuk i hasim, por disa po, disa jo. Dhe janë momente shumë domethënëse për të gjithë. Iniciativa për ekspozitën fotografike i shkon shoqatës Familja Italba, që përmes këtij aktiviteti kulturor synon të theksoj vëllazërinë kulturore midis Italisë dhe Shqipërisë, par kjo dhe nga objektivi fotografik. Ideja është me bashku dy kulturat, kultura italiane dhe kultura shqiptare, që të kenë një bisedë, që është komunikimi lind në aparat fotografik, që është një mjet komunikus i përbashkët midis dy kulturave. Është një event ku do kemi mundësi me njoft njëri tjetrin, me që komuniteti italian këtu në Shqipëri po bëhet më i fortë. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më datë 25 maj.